Prej pyetjeve që janë gjithashtu përsëritur shumë shpesh këto ditë është pyetja e atyre që kanë lënë ditë nga agjërimi. A duhet që patjetër të agjërojnë përpara Ramazanit? Ata që kanë lënë ditë nga agjërimi, pëlqehet, preferohet, duhet që këto ditë t'i kryejnë përpara Ramazanit. Nëse për shkak të numrit të madh të ditëve apo të pamundësisë personit për t'i plotësuar këto ditë para Ramazanit, Ramazani është i vlefshëm, është në fuqi, ndërkohë që këto ditë mbeten në borxh në kurrizin e tij, që do të thotë duhet i bëj mbas Ramazanit. Pra Ramazani është i vlefshëm, edhe pse ke ditë pa plotësuar. Është më e mira dhe më efekt, më perfektja që ti t'i agjërosh këto ditë para Ramazanit, po. Po nëse nuk i agjeron dot, atëherë mbeten në borxh dhe i agjeron në të ardhmen, me shpresën e Zotit xhelal xhelalu.